A nuk e kujtoni ajetin kuranor ku Allahu Dhul Jalal thot: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Me të vërtet, mish e Allahut nuk kanë mërzi e as frikë. Ata janë burra që kanë besuar Allahun dhe janë të devotshëm kafshë i tij. S'ka frikë për të ardhmen, as mërzi për të kaluarën. Kjo është fryt prej fryteve që t'i sjell besimin në Allahun dhe devotshmëria kafshë i tij. S'ka mërzi për të kaluarën, as frikë për të ardhmen. Jeton i qetë, stabil, i rahatshëm, e shef vazhdimisht ndihmën e Allahut, e shef vazhdimisht se si Allahu t'i qel dyert e suksesit, edhe ti që je në shkollë, edhe shkollë të mesme edhe në fakultet, kur shkon, kur zgjohesh mëngjes fale sabahun, shkon në shkollë, nisja mësimit me bismillah, edhe ti kur shkon në punë, fale sabahun edhe shkon në punë dhe nisja punës me bismillah. Edhe ti kur shkon dikun për ndonjë hall e ndonjë problem, fale sabahun, zgjohu herët, nisja me bismillah. Do të shohësh që do të çelën dyert. Që deri dje mendosh se janë mbyllura me shumë drymë. E s'ka kush i çel ato. Dije se Allahu, krijuesi i qiellit dhe tokës, në dorën e tij janë gjitha çelësat. Edhe ai jep suksesin, edhe ai jep ndihmën, edhe ai jep bereqetin, edhe ai jep fitoren, edhe ai jep përparimin, edhe ai jep kënaqësinë dhe lumturinë njerëzve në përgjithësi.